Veçori tjetër që Zoti i Madhëshëm ose të fundit, ndoshta për këtë temë që na herë flas, është e fundit me lejen e Zotit, është edhe kjo se ky dini islam, ky umeti islam e ka një fe të kompletuar. E ka fenë e kompletuar. Nuk e ka një fe që ka nevojë të marrë diçka për një fesë tjetër edhe ta shtinë në fenë tonë. Nuk ka nevojë me u drejtu një njeri të shtina diçka të reja në fe. Por feja jonë është e kompletuar. Veç neve na duhet më kyç edhe me studiu edhe me lexu edhe me mësu, për ndryshe dini jonë është i kompletuar. Kjo është veçori e këtij umeti. Allahu Azza wa Jall tha në Kur'an e Surët Al-Maide, tha hurrimet alejkumul mejtete wa dama wa lahmel khinziri wa ma uhilla li ghayri Allahi bih. Ja nis me këtë ajet tani me orë ato çka do të thonë. Allahu në fillim tha, juve o ju njerëz, ju është bërë haram, tha Allah Azza wa Jall, ju është bërë haram ngordhësira. Nëse gjoni në ngordhësirë, e dini që njoni një lup ose diçka të ngjashme të ngordhur e gjeti, e keni haram me hangër mishin e saj. Tha Allah Azza wa Jall, është haram ngordhësira. O damu wa lahmul khinzir, edhe gjakin si gjak, e keni haram me pi, edhe me ngrënë. Tha dhe mishi i derit është haram. Edhe ajo që therret në emën jo të Zotit, nëse njëri ti teket edhe e therr një kafsh, nësi me thon Bismillahi Allahu Akbar, ai thot Bismi Isa alayhi salam, në emën të Isës, ose në emën të një njeriu tjetër, ose në emën të dikujt tjetër. Kando që e përmend, edhe njerin më të madhin nëse e përmend mishi i till, çaj, edhe nëse e ka thirr muslimani, nëse e ka thirr muslimani edhe pse ka musliman këto thuhet musliman për to ajo, po edhe nëse e ka thirr me këtë njet, mishi ky është haram, tha Allah Azza wal munkhaniqatu, edhe ajo kofsha nëse ju ka rastis, i keni do kofsh të lidhura me ata litartë, me ata konopat e vet ose me zinxhir, po natën të shpur dhe ku diçka ja ka zofrimin ka ngurt. Tha Allah Azza wa Jall, mos i shka mendja pastaj dikujt me thonë që hajtë se s'un ka po kërkush, kjo pas ka ngurt biti ta prej dhe ta hojna mish, edhe kjo tha është e ndaluar, është haram e keni. Dhe tjetër tha wal mawqudetu, edhe ajo që nëse njoni i ka rastis një prej kafshëve të tij atranu pak, edhe ti ka kop një stupce dhe rrehat kafshën e rre derisa e boni me ngurdh, po që mëse e boni me ngurdh i kaloj pak nervoza këtij, ta prej tha se ngurdhi çka më bën bilet hojna mish, edhe këto tha e keni haram. Allahu Azza wa Jall wan natih edhe al mutaraddiya, edhe tha Allah Azza wa Jall, edhe ajo që nëse e keni lshu në orë ose në mal dikon e keni lshu, edhe kafsha tu hes të një shkërti, karote poshtë, tu ta këllit edhe ka ngurdh, edhe këto tha keni haram të Allah Azza wa Jall, edhe ato kafshët të cilat i keni do me brira, do pa brira, kjo me brije ka thera, ato pa brira dhe ka mbyt, aja ka ngurdh, edhe këto tha Allahu Azza wa Jall e keni haram. Wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha ala an-nusb, edhe nëse rastisht ka ujku në të rishtën në ndonjërit për juve, edhe ka kafshu një dele ose një ri, e ka kafshu, edhe ajo ka ngurdh. Por tash ti tha Allah se kur çonin sabah, ajo ka hongër, nuk e ka hongër krejt, një pjesë veç e ka hongër dhe ka shku ujku, ose disa bili ti ka myt veç një tru ka hongër, nuk lejohet ta haram i keni edhe çatu veç me përjashtim tha. Allahu Azza wa Jall me përjashtim, nëse të rastis ndonjërin prej tyre e ke gjet ende gjallë, përderisa është ende gjallë e thirr, tha Allah Azza wa Jall, por edhe ato që ka therrën për puta, edhe ato tha keni haram. Nëse njëri thot për putin, latin, uzon me natin që kanë qenë do puta tek arabët, ose njëri e ka një put bashkëhor tash, një idhull, është për qëllim, një idhull bashkëhor, edhe e therr kafshën për mu afru, që shkon te ai idhulli i tij, edhe e the tek, edhe o idhull, për ty pe theri mu afru te ti, edhe ky mish është haram tha Allah Azza wa Jall. Këtë ajet e pruna për me ardhë deri tek fjala Allahut, kur Allahu tha Azza wa Jall, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tha Allah Azza wa Jall, unë e plotsova fen juve, ja plotsova, ja plotsova fen tuaj, me kallzu me tregu që ky dini jo është i plot. Tha Allah Azza wa Jall, ja plotsova fen tuaj. Nëse njëri tash i del dhe thotë që unë po bie edhe një diçka të rresës është i plotsuar, atëherë po e përgënjeshtron Allahun Azza wa Jall, se Allah tha unë e plotësova fen time për juve, edhe nimetin më
të madhin nimetin që javëdhash juve, javëdhash të plot, e plotësova nimetet e mia nda juve dhe jam i kënaqur që e zgjella Islamin për fe. Dhe Ibn Kathiri kur e ka zbërthy këtë ajet thot, nga që ky ajet kuptohet se ky dini ju në Islam nimetin më të madhin që Zoti neve na ka dhënë që dinin e ka plotësuar. Dhe s'ka nevojë mu më kërku fe tjetër. Nuk ka nevojë më kërku mu as të dugaxhinit ose në vend tjetër, mu nuk lejo, s'ka nevojë më kërku se është i plot. As nuk ka nevojë më kërku pejgamber se më të mirin ja ka zgjedh dhe vullin e pejgamberit e ka zgjedh. Dhe nuk ka nevojë me shku mendja ta Ibn Kathiri, me shku mendja dikujt që ja që kjo Allahu e pas ka thonë që është haram, po kjo duhet me kon halal, ose Zoti pas ka thonë halal, po kjo duhet me kon haram. S'ka nevojë se është fe e kompletuar. Për këtë tha Allahu Azza wa Jall, "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Për juve e plot. Çfarë tha Ibn Kathiri e pluni pastaj pas këtij sqarimi e pluni ajetin kur Allah tha, "Unë plotësova fen time që ja dërgova juve, ja vllash të plot. Nimetet e mia, nimetin më të madhin ja plotësova dhe jam i kënaqur që ja zgjedha Islamin si fe." Pastaj kur e bën një shtesë Ibn Kathiri tha, "O ju njerëz, përderisa Allahu është i kënaqur që juve ja zgjedhni Islamin si fe, atëherë dhe ju banu të kënaqur që e keni këtë Islam. Atëherë dhe ju bëhuni krenar pse jeni musliman. Atëherë dhe ju bëhuni të kënaqur se Allahu ja zgjedhi këtë fe edhe ai vetë ishte i kënaqur. Ja zgjedhi vullën e pejgamberëve. Pejgamberin më të mirën ja zgjedhi juve dhe një herë të librin më të mirën ja pruni juve. Prandaj bëhuni edhe ju të kënaqur. Erdhi një njeri që shtregon, që transmeton Imam Buhari dhe Muslimi, erdhi një njeri tek Omeri radiallahu anhu dhe i tha, ai ishte për jehudëve. Në qatë zaman ishte për jehudëve, pastaj është musliman. I tha, o prisi besimtarve, valla tha ju, e keni një ajet në Kur'an, që e lexoni. Po ta kishmi na jehudët fest e kishmi marr kur ka zbrit kohën, kur ka zbrit ajet na kishmi marr fest. Tha Omeri, për cilin ajet apo flet? Tha po fles për ajetin që Allahu juve ju tha, "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Unë ja plotësova fen time ndaj jush, e plotësova nimetet që ja dhash juve, ja dhash të plota dhe jam i kënaqur që zgjedha Islamin për juve si fe. Tha po ta kishmi na këtë ajet në Tevratin ton, po ta kishmi na ton dhe ta dishmi kur ka zbrita festa kishmi marr. Çka që ajet i madh. Tha është këtu fjalë të Allah që juve ja ka zbrit. Tha Omeri, jo, tha, edhe na kështu e kim, se na e dina sakt kur ka zbrit dhe ç'ka qenë dhe çfarë dite ka qenë. Tha kjo ka zbrit në ditën e Arafatit, kur pejgamberi ka qenë në Kom në ditën e Arafatit dhe ka qenë ditë xumaje e krejt për këtu janë festa për neve. Tregon me një hadith fundit po e vi që e sjell Imam Muslimi prej Enesit radhiyallahu anhu se tha pejgamberi alayhis salam, o ju shokët e mi, po është para do ditëve ose një prej netëve, po është ëndër diçka që ka sheh këtë njerëz të tjerë që ka shohin. E çka ashtu? Tha po është veten time edhe shokët e mi që sikur na shkum në shtëpinë e Uqbet ibn Rafi'it. Në shtëpinë e një prej sahabive. Tha dhe kur ishmi në ëndër ato, tha njëri prej tyre na pruni një lloj hurma të Medines që quhen Ibn Tab. Se Ibn Tab, se hurmat e Medines nëse i keni këshyr, janë 120 lloje të hurmave të Medines. Tha një prej lloje quhet Ibn Tab, na pruni që si hurma të mira. Tha unë e komentova këtë ëndër kështu. Dhe pejgamberi unë kur flet prej anës e Allahut azza xal. Dhe këtë ëndër tha unë e komentova kështu, që na do të jemi krenar të ngritur me pozitë në dunjë. Edhe do të jemi të shpërblyer edhe të ngritur në ahiret, kush ka bo vepra dhe në xhennet. Tha një herit, dini jon për këtij hadithi, për kësaj ëndër thonë kuptova që edhe dini jon është i ëmbël dhe i plotësuar. Është i ëmbël si ëmbëlsira në fundin e këtij ushqimeve, është i ëmbël dhe i plotësuar. Pra na jemi kënaqur që kena këtë din i cili din është i plotësuar. Dhe s'kemi nevojë me kërku ndaj zot tjetër dhe ndaj fe tjetër, dhe ndaj pejgamber tjetër i cili është orvull e pejgamberëve dhe për njerëzimin dhe e gjendet krejt. S'kemi nevojë. Elhamdulillah që neve kemi këtë din. Elhamdulillah që Allahu na ka bërë musliman. Elusmi Allahu na zëvendësi që neve të na ban të vdesmi si mu'minin e besimtar në umetin e Muhamedit alayhi as-salatu wassalam. Lusmi Allah në zëvet që Allah të ndihmon këtë umet, muslimanët ku dënë boqen, Allah të ndihmon, armëjve të islamit, Allahu azza wa jall fesate ju lëshon,
Lusmi Allahun Azza wa Jall me pejgamberin ton, shokët e tij dhe me pejgamberet e tjerë atje në xhenetin ata kanë të na bashkan. Walhamdulillahi rabbil alamin.